më i madh i Kuranit, suratul Bekar. Dhe fillon me një ajet paksa të çuditshëm. Apo baza i thes. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Mim. Këto tre shkronja janë interesante, janë sekrete, janë të mshefta, disa kanë folë për të, ama ne sa kemi kohë sonte. Dhalike l-kitabu la rejbe fihi. Ta dini se në këtë libër është pa dyshim i Allahut. Nuk ka dyshim në këtë libër. Pa mësoj që këtë zonë, pa ti, pa u bin, që kjo është fjallë e Zotit. Vallaj, nuk më shkojmë për para. E do më shumë fort njëri tjetërin, i flasim njëri tjetër, ama këtë këto është bazën. Në këtë libër nuk ka dyshim. Se të na vënë gjëra të tjera mbrapa, edhe ne do t'i besojmë, do të bazu bashkë ajeti i parë. Dhalike l-kitabu la rejbe fihi. Ky është libër që në të nuk ka asnjë lloj dyshimi. Pra duhet besu me pikë, me presje, çdo ustën, çdo ush, çdo e, çdo jelif, me mënyrë absolute, ashtu si kur ka zbrit. Siç e besoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ne. Pra po jemi këto në ky moment, një burr ka kaluar për sa jetë. Kalon bashkëshortë dhe ideal. Edhe kjo bashkëshortë e keni parasysh me sikletë. Si do e menaxhoj jetën? Pse sot e përdorin lehtë, thoshte, ja del dhe vetëm, burri vetëm, gruaja vetëm, bab tjetër. Pallavra. Por nuk e del. Absolutisht. Edhe kjo sikletë, se burri menaxhon çështjen. Çfarë do bëjmë ideal? Po jep se lënë sa lehtë. Edhe e çon tek një njeri thot, ta leksion kalon thot, t'ia kushtoj djalit. Të bëhet i ditë, të bëhet dikush tjetër. Po jo për diturinë fetare. Po për diturinë kësaj dhunjaje. Inxhinier matematikë, po dy mësuese, doktor, krejt. E çon tek më i ditur i qytetit, edhe i thot, kështu e kam hallin. Më ka vdek, burri më kalon sa lekët, gjallë do me e bat titër. Mas ki merak i thotë. Mirë, po pazari ishe shumë i shtajt me Naplona Florini, gjithi kuptoni, dhe më thonë, Naplona Florini. Dhe më thonë, më i shtajti metal në treg. Bon pazarin, shkoj kjo. Mas i viti, shkoj atakon. O, sa mirë e bona që nërë dhe i thotë, a i mësu si i madhë. Si duhet thot me shumë siklet, ma keni parasysh, hajrujtë dhe të lek, me mësu. Po i nënë thot e pane mirë që herë dhe thot, po, me qindra mija në zonës, thot janë bale shkestar, thot. Ama, njëri, matë pa marrë vesh, thot se djali jatë shkëm ba. Pse, thot, babaj, thot, nuk ka qenë ka që i patitur, thot s'kam ba, thot. Për ne, mere djalit, nuk do as lek. Ky, thot, nuk është për shkollë. Sa për dalë të videra, i kthehet dhe i hek ti djali. Në gjërë djali, thot. Qatë kam thonë ka i vjetë, thot, thot, këtë janë të vërtetë. A i kthehet, si kur zgjohet nga gjumi. O mëso si dashur, thot. Këtë fjallë do të me kishe thonë në fillim, që këto janë të vërtetë. Krejt i kam mësu, fa qëmë ke e thonë nga një vit, thot, i kam këtu krejt. Po s'kam qenë i binë, është e vërtet, apo s'është e vërtet? Jo pa që të një solla. Edhe çështja. Pse thot, herën e parë, thot Zoti, nuk mos pa t'i hasë mos e dini gjithë, thot, ky është ai libri, Kurani, në cili nuk ka dyshim të. Nëse arrim e kuptojmë të, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nëse do të arrini, tini shumë sinqerë, thot, Allah kishte për t'ju furnizuar si zoj. Pa, kujdestarë zoj, pas nisë. Kush e jep zoj, dhe ti? Miliona. Allahu xhela xhelaluhu, edhe ne. Nëse do kishim besuar sot tamam. Çfarë është ky libri i Zotit? Që themi, kush është Allah? Amen te billah. E ka pa kush Allah, nëse se kemi pa? Do të shohim inshallah kur shkojmë në xhenet. Që do të jetë kënaqësi më e madhe që do të kemi atje.
Do t'i harroni, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, krejt me pamjen e Zotit. Po ama këto se kemi pa. Shohim veprat e Allahut xhallahu, ama vetë Zotin jo. Nuk e përballojmë as zemra e dinjos, as sytë e dinjos, çka kemi absolutisht. Edhe Musa alayhis salam nuk e përballoi këtë. Atëherë, nuk e kemi pa për e besoj. Ama këtu do të fillohet me besu në këtë moment. Çka është? Allahu xhallahu. A dini pse Ebu Bekri Allahu më shoh inshallah. Urrejt shumë. Se kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shikon pas vrit sa jetët. Inshallah do shkoj nesër të pas vrit jetët, mos e nuk shkoj më të lart, por pak më poshtë. Tha pas vrit sa jetët, unë i besoj ti. Që ato janë prej Zotit. Edhe urrejt Ebu Bekri. Ama i besoj. Pse? Ky nuk është din. Sa jetë pa i lajmë, sa jetë pa i marrim, edhe në botë ka sa të dosh për i dërësit, i pjesë pa i lajmë. Që janë ta për haramet, i marrin ka pak. Që janë ta të halalet, leni ka pak, meni ka pak, 6 muaj fe, 6 muaj pa felja. Allahu xhallahu Allah më pyet gjysmë. Pra mas i besoj binqëm, që ky është libri i Zotit. Atëherë këta vazhdo. Rahmetliu babai për shpërndan në Kur'an. Në 91, vjen nga Arabia Saudite, 1 milion kopje. Edhe po kaleshin njerëzit. Ato ishin me kontenjer, kështu, bukra, ishin rregulluar. Që kanë çfarë ke edhe? Kur'ani thotë, lera Kur'ani më na jep dollar. Por thotë që merrni libër të Zotit. Ky tru ty, tru familjen, gru, fëmijë, gos, non, bab, çfarë ke, pasuri, tokë, shtëpi, makinë. Ky ti ron gjithë sa libri i Zotit. Le ato hor mos shpërndaj Kur'an më na jep dollar. Edhe nani ishte shumë me fukarallëk. Ju betoj Zotit. Nuk i beson librit të Allahut xhallahu. O tallë me librin e Allahut, se po ti që revista me lagoriçe, po shëti se sa i ishin po sobash me ble. E romanat ato me qafirët, sobash të i ble. Ato raftat plot atje. I tha, merrni librin e Zotit, se vallai ky ju. Çfarë ndodhi? Në Shqipëri në 97 u shpikën të fajte. Fajte do të thotë të marrësh lek pa pno. Kërë të banë njerëzit me pension. Është histori e gjatë, ranë viktim, vetëm barat në gjohë, u shkuan luftë civile, as bota s'mund të rregullonte atë që boni ajo që ndodhi. Çfarë ishin njerëzit që na humën pasuri? Ju humbin pasurinë se ju kishte humbur imani herë në parë. Se nuk e besot librin e Zotit xhallahu. Elledhine yu'minuna bil ghaib. Pra, këta që herë e parë ishin besot se erdhi Kur'ani. I erdhi nga Xhibrili alayhis salam. Pa lujt as një pres. U transmeton për gjoksa të njerëzve, edhe të shikoj grup elledhine yu'minuna bil ghaib. Janë ata të cilët besojnë në atë që nuk e shohin. Që është e qenë. Për shembull, gjithë keni kryer haxhin për shembull. A shihni në gjon haxh? Nëse nga ana ekonomike haxhi s'ka asnjë gjë për shembull. Se nëse do t'i them për shembull të besorin tregti, besojnë. Xhepat plot me lek. Kurse tu nuk shef asnjë gjë haxh. Çfarë ka haxh? Asnjë gjë nuk shef. Pra i gjithë haxhi është imçer. Gaib. Do shkojmë atje. E ka vizituar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë Allahu në Kur'an që me vizitohu edhe haxhin me kryj edhe umrën. Edhe ka është problem të madh. A e di që është problemi? Se di më. A e ka pa kush problemi? Asnjë s'e ka pa. Po kush e ka pa? Kur do ta shohim? Si do ta shohim? Këto të janë llogari matematike e të madhit Zot xhallahu. Ne e besojmë. Nëse rekoni haxhin thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një haxh i pranuar me gjinohat të shpirtme. Kthehesh si që ka lind nona, pa asnjë gjino. Se besoj? O besoj të Aliu Allahu më shiro, në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe e dini atë për gjithë është e njohur që Allahu xhallahu për një diçka që ti jep sadaka, është problem edhe jep të paktë. Edhe vjen ai një hallëxhi aty, i kërkon një kokë shek. Ja jep Aliu shekën, edhe marrë.
Mas 5 minutash vjen një punëtor, selam aleikum, aleikum selam, thotë merë, thotë, në ka dhona i zotrevim, po ishin nën shek. Aliu i thotë ktheu. Sa Allahu xhelel xhelal thotë për një nuk jep non, po jep 10. Gjej kokën e shek. Jo pëse s'mori kokën. Edhe e futet po për zotin, thotë 10 nga dhona. A shiko? Domethënë të besosh në shpërblimin e Zotit, në caktimin e Zotit, në melek të Zotit, në pejgamber të Zotit, në ditën e llogarisë, që krejtë që kemi parë në to. Atëherë ti je besimtar i mirë.